Asnjëherë s'pres diçka të ndryshim, po kena obligim me votu çan po. S'janë të punu, s'janë të angazhu. S'ki çfarë po i obligumi ato të vuj votë, se për ndryshe pak po punojnë. Presim sa më mirë të bëhet. S'ka çka. Po mendojmë që do të bëhet më mirë. Shpresat janë te populli, sa do të bëhen edhe sa do të realizohen i shohim pastaj. Po diçka sigurisht mirë. Pres ndryshime, pres inshallah e votojmë atë që din me na udhëheq, edhe din me bon çka duhet me bë për Kosovën e për shqiptarët. Ndryshim patjetër. Po presim ndoshta ndryshime, punë më shumë, edhe suksese më shumë. Presim që të ndryshohet diçka, jo vazhdimisht me vend numru. Edhe besoj që njerëzit pastaj do të jenë më të kënaqur, sepse qytetarët kanë nevojë me jetu dinjitetshëm. Edhe meritojnë me jetu dinjitetshëm. Presim normal që më mirë, do të punojnë më shumë, besoj. Tjetër kur gjë. Presim pak më mirë inshallah, diçka më mirë, më në rregull, diçka që të shkon puna. Presim një ndryshim të mirë, në mirë qeverisje për të mirën e gjithë qytetarëve të kryeqytetit, gjë që kryeqyteti të frymojë më seriozisht me punët që bëhen për të gjithë ata që jetojnë këtu, por edhe për ata që shërbejnë këtu në ndërkohë dhe kthehen.